Storyt cilat bëjnë Zoti Walker bëjnë ndihesh mirë për arsye se janë gjenerata të reja, shembull gjenerata të atyre njerëzve që nuk e kanë përjetuar as Reçakun, as 99-ën, edhe janë fëmijë 10-12 vjeçar, ju e kishit mundësi edhe më herët të përshëndeteshit me një fëmijë 12 vjeçare e cila kishte ardhur për të nderuar veprën tuaj. Kjo është diçka speciale pse ju bën të përmbushur kështu në zemër, apo jo? Very special. Good. Very special. Shumë speciale. Unë do dua që të kthehem Zoti Walker pak edhe në atë periudhë kohore për të folur pak më shumë, edhe natyrisht për të komunikuar edhe me atë pjesën e gjeneratës të re për të parë se çfarë kishte ndodhur në 27 vjet më përpara në 15 janarin e vitit 1999. Kur e kujtoni atë ditë dhe kur i shihni këto pamje të cilat dalin shpesh kështu në transmetim gjithandej, ju kujtohet momenti si kishit marrë vesh për Reçakun, kush ju kishte ftuar fillimisht edhe si kishit mbërritur aty? Well, I've told this story so E many kam thënë këtë tregim kaq shumë, më shpresoj që të mos i vë veten e kundërthënie. Por mas pari kam dëgjuar për një vend që as unë as kush nuk ke vjem në mision se kishte dëgjuar Reçak. Çka ishte ky? Natën e 15 janarit u pata kthyer nga Mali i Zi, ku kisha shkuar për të folur me kryetarin e Malit të Zi dhe u ktheva me helikopter. U pata takuar, u takova me zëvendësin tim, një britanik i cili kishte marrë një shënim nga generali Lonçar, që ishte ndërlidh si ushtarak me misionin e OSBE-s atëherë, dhe ai më tha se kemi marrë raport të një beteje në një fshat të largët Reçak. Hera e parë që po dëgjoja për Reçakun. My British general told me, my deputy Zëvendësi im më tha që në atë rrëfim që kishim marrë zyrtarisht nga Beogradi për një betejë në mes të UÇK-s dhe ushtrisë dhe forcave policore serbe, ishte diçka që nuk tingëllonte siç duhet, ishte diçka me spec. Dhe Generali Dizet dhe unë vendosëm atëherë që ndoshta ishte ide e mirë që të shkonim në Reçak, të nesërmen në mëngjes dhe të shihnim vetë çka po ndodhte atje. Kjo është era e parë kur e dëgjova fjalën Reçak. Prej atëherë s'ka kaluar asnjë ditë në jetën time, në 27 vitet e kaluar që se kam dëgjuar fjalën Reçak apo që nuk kam menduar për Reçakun sepse ka qenë shumë me rëndësi.